Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i përmendi 2 herë Kosovën dhe Serbinë në margjinat e samitit të NATO-s në konferencën ku foli për rolin e tij në ndaljen e konflikteve në pjesë të ndryshme të botës. Ndalëm Serbinë që ishte gati të veprante. Putini më telefonoi dhe më tha, a mund të ndihmoj me Iranin? I thash jo, mund të më ndihmosh me Rusin, sepse në javët e fundit zgjedhëm çështjen e Indisë dhe Pakistanit, Kosovës e Serbisë. Mendoj se të premten do të vinë Kongo dhe Ruanda, një luftë e tmerrshme ku mund të priteshin kokat gjithandej në Afrikë. Kur nisi konflikti mes Iranit dhe Izraelit, Trump e kishte përmendur edhe rastin Kosovë-Serbi, duke cilësuar si sukses të tij ndaljen e shpërthimit të luftës. Roli i SBA-s vlerësohet si thelbësor në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Megjithatë, Washingtoni ende nuk ka emëruar ambasadorët e rinj në Kosovë, Serbi, Shqipëri dhe Bosnjë-Hercegovinë. Mandati i ambasadorit të fundit, Jeffrey Hovenier, përfundoi në dhjetorin e vitit të kaluar. Aktualisht, Anu Pratipati është ngarkuara me punë në ambasadën e SBA-s në Kosovë. Po ashtu nuk janë caktuar as emisaret për Ballkanin Perëndimor në Departamentin e Shtetit. Sociologu Fadil Maloku thotë se shkaqet e vonesave në emërimin e ambasadorit të ri mund të jenë të ndryshme. Mund të supozohet se kemi të bëjmë me një aksident diplomatik, një akt të eshtër mosbesimi, një time-out strategjik që Washingtoni ja ka dhënë Prishtinës për të reflektuar, për të korrigjuar kursin dhe për të rifituar vëmendjen që dikur ishte pa kushtëzuar. Apo ndoshta kemi të bëjmë me një infantilitet diplomatik të diplomacisë së re kosovare, i cili shihet si pengesë në raportet e partneritetit të thellë transatlantik, ose thjesht me një sinjal diplomatik për një ftoje të heshtur strategjike. Trumpi së fundi nënshkroi edhe një urdhër ekzekutiv që lidhet me Ballkanin Perëndimor. Me këtë vendim, ai e vazhdoi përtej 26 qershorit 2025 gjendjen e jashtëzakonshme kombëtare për Ballkanin Perëndimor e vendosur që në vitin 2001. Në njoftimin e publikuar në Regjistrin Federal më 24 qershor, thuhet se situata në Ballkan vazhdon të paraqes kërcënim për sigurinë kombëtare dhe politikën e jashtme të SBA-s.